Çështja e trafikut diskutohet pak mrapsht në Prishtinë, sepse ka vite që flitet për një unazë e cila e përshkon krejt pjesën urbane, edhe ajo do e liroj trafikun sipas njerëzit domethënë që po flasin vazhdimisht për këtë unazë, edhe e kam përshtypjen, se e kam dëgjuar shumë me kujdes prej që jam përfshirë në garën për Prishtinën, e kam përshtypjen që kur flasin për unazën është për të mos e zgjidhur trafikun. Se duhet ta shohim pak me kujdes se si krijohet trafiku në Prishtinë. Domethënë janë 3 pika gjatë ditës që krijohet trafiku kryesor, edhe është nga makinat që lëvizin brenda qytet, prej familjeve që i çojnë fëmijët në shkolla ose kopshte, edhe pastaj të shkojnë vetë në punë, lëvizje që janë në distanca të shkurta, po që për shkak se nuk ka trotuare ku mund të ecësh, lirshëm, edhe nuk ka trafik urban që mund ta përdorësh lirshëm, njerëzit i marrin makinat dhe i krijojnë trafikun e mëngjesit. Kurçerdhja dhe kopshti është në lagje, edhe mund ta çosh fëmin në këmbë aty, një pjesë e makinave hiqen nga trafiku, një pjesë e lagjeve nuk mund mbulohen nga autobuset të trafikut urban për shkak se janë rrugë shumë të ngushta, që ne planifikojmë të sjellim minibus nuk janë furgona, janë autobus të vegjël, që mund të futen edhe në rrugë më të ngushta, edhe mbulojnë këtë pjesën e Prishtinës lindore, edhe pjesën e Kodrës, Trimave dhe Arbrisë. Një flot të minibusve të sigurt edhe të ri për transportin shkollor. Nëse ne arrim që t'i heqim disa nga makinat që kanë për t'i transportu fëmijët pak më larg nga trafiku duke i ofru transportin shkollor përmes minibusve, kjo më besoj që e lehtëson shumë trafikun edhe të mëngjesit, edhe të drekës, edhe të orës 5. Edhe është domosdoshme një masë e cila nuk kërkon kosto dhe nuk merr kohë, që është rregullimi i orareve kur mund të lëvizin makinat e mëdha nëpër trafik. Pra, ngarkim-shkarkimi nëpër markete, që ta bllokon ty gjithmonë rrugën se ndodh në çfarëdo pike gjatë ditës. Lëvizja e automjeteve që merren me tek këto vendet ku po ndërtohet, si kamionët me dhe bagert, edhe gjitha pajisjet e mëdha. Këto nuk mund të lëvizin gjatë orarit të punës kur lëvizin makinat e qytetarëve. Kjo rregullohet me një vendim, kjo s'ka nevojë, nuk është filozofi. Nëse ke udhëtu kohëve të fundit, nuk di nëse ke vret që në rrugët e qyteteve tjera kur shkon nuk sheh kamion. Nuk mbetesh kurrë trafik mbrapa një kamioni që është u shkarku mall. Në Prishtinë kjo ndodh vazhdimisht, kështu që kjo thjesht rregullohet me një vendim të komunës. Pra, duhet masa të ndërmjeme për të ul numrin e makinave kerreve në trafik. Trafiku nuk zgjidhet në asnjë mënyrë tjetër përveç nëse e ulim numrin e makinave duke e rregulluar orarin kur lëvizin makinat e mëdha, edhe duke ofruar trafik urban i cili i mbulon edhe lagjet që për momentin janë të pambuluara.